në lindjen e mesme. Në këto momente do të rikthehemi asaj që është nga çështjet e rëndësishme të politikës aktuale që ka të bëjë me procesin e rinumërimit të fletëve të votimit për qarkun e Tiranës, një kërkesë e cila ka ardhur nga Partia Demokratike, ku ditë janë hapur, por nuk ka dalë ajo që pritej sidomos nga opozita. Më shumë detaje kemi kolegen Esiona Konomi që po e ndjek hapasapi. Esiona, linja më njëherë për ty, ndalemi pak të rezultatet që janë zbuluar ditën e sotme. Të përshëndes Arbër, janë numëruar deri tani gati 40% e kutive të qarkut Tiranë, ose saktësisht janë numëruar votat e 532 qendrave të votimit. Megjithë këtë shifrat edhe sot, pavarësisht se ka lëvizje të votave, në asnjë rast nuk na kanë treguar deri tani të ndryshojë ndonjë mandat apo të ndryshojë ndonjë emër fituesi brenda garës së brendshme. Thënë ndryshe, pas saktësitë apo pa rregullsitë që janë gjetur, nuk kanë ndikuar deri tani në rezultat. Por e që ka shënuar këtë pasdite sot në sallën sportive Farie Hoti, ka të bëjë me një incident të prodhuar nga kandidati demokrat që ishte humbës në këtë zgjedhje, Aslan Dojgjani. Ai disa herë pati disa konflikte verbale me antarët e Kasit dhe kryesisht me antarin e Kasit Ilir Usmajli, dhe në mënyrë të përsëritur tonat e tij të larta drejtuar Kasit, u bën shkak që Kasi të marrë një vendim për ta përjashtuar atë, pra për të mos e lejuar të ndjek fizikisht nga afër këtë rivlerësim të votave. Aslan Dojgjani ishte në ndjeni të faktit që policia kishte marrë urdhër të mos e lejonte të vinte këtu, por pavarësisht kësaj, Aslan Dojgjani u rikthye në këtë sallë duke provokuar edhe ndërhyrjen e policisë, e cila pasi e lejoi të bëte deklarata politike përpara medias, këtu e përcollën dhe nxorën jashtë sallës Farie Hoti, duke i komunikuar se ka të ndaluar të vijë tani në fund të procesit. Aslan Dojgjani gjithsesi ka këtu 2 djemtë e tij, që kanë qenë gjatë gjithë kohës duke vëzhguar procesin e numërimit votave dhe vëzhgues të tjerë që mbrojnë interesin e tij. Thënë këtë, ka ndryshuar panorama e votave për gjitha partitë, përjashtuar 2 parti, Partinë e Bashës dhe Partinë e Dashamir Shej, që kanë fituar vota nga rinumërimi, të gjithë të tjerët, përfshirë dhe vetë PD-n, kanë humbur vota nga rinumërimi. Kasi ka hequr vota PD-s në numrin maksimal, që është deri tani 289 vota. Ndërkohë që Partia Socialiste ka humbur 208 vota. Ka pastaj lëvizje brenda kandidatëve, por për shembull Ilir Ali Mehmeti nuk bëhet fitues, Zoja Tabaku ngel fituese, Olta Xhaçka me Verina Gjylameti tashmë e kanë edhe më të ngushtë diferencën mes tyre, por Xhaçka ngel ende fituese. Ajo që vije të re është se ka disa raste. Për Partinë Demokratike bien sy për shembull raste të Ilir Ali Mehmetit apo Myslim Murizit, apo për Partinë Socialiste raste të ministrit të brendshëm Ervin Hoxha, që vetëm në një kuti të vetme, pra në një qendër vetë votimi, kanë 15 apo 20 vota tepër, që kanë rritur dëshira nga Kasi se mund të jenë vota jo të gabime njerëzore normale, po me tendencë të caktuar. Ky fenomen është të kufizuar, është për të dyja palët, dhe do të takojë Celi Bashit në fund të procesit që të dërgojë për ndjekje penale këta numërues, në rast se është kaq e qartë që këto vota janë dërguar në mënyrë të orientuar, pra është deformuar vullneti. Ajo që është masive është që kemi të bëjmë me një subjektivitet, nëse një votë është e vlefshme ose e pavlefshme, por jo për një trafikim masiv votash. Esiona, duke parë këtë trend, që ti e the edhe me të drejtë dyshohet për një pjesë gabime njerëzore, por ka dhe dyshime për ndoshta një porosi ose tjetërsim në sasi të votës, si e the në disa kuti ndaj ministrit Hoxha dhe deputet të tjerë. Mund të ketë ndonjë ndryshim në mandate, mund të hiqet dikujt ose të shtohet dikujt, apo është e vështirë, pavarësisht i trendit në disa kuti që janë shifra të larta mbi normale? Sa i takon qarkut Tiranë, është ende e zbet ose inekzistente mundësia që PD-ja të shtojë një mandat duke marrë Partisë Agroshehajt. Pra, sa i takon mandateve, ngelen ato që janë 19 PS-ja, 13 PD-ja dhe 2 për Partinë Mundësia në këtë rast, kundërse një për Lëvizjen Bashke dhe një për Partinë e Adetik Lapajt. Pra, nuk ndryshon skema e përbërjes së mandateve. Sa u takon edhe garës së brendshme, diferenca më e ngushtë e mundshme është ajo mes Xhaçës dhe Gjylametit, por për momentin ende është diferencë që nuk është thyer dhe është shumë larg thyerjes, kështu që nuk kemi në qarkun Tiranë ndonjë vështirësi të kësaj natyre. Kur shohim qarkun Fier, pastaj mund të ketë diferenca, sidomos në luftën brenda Partisë Socialiste, pasi për shembull një kandidate shumë e njohur fituese, si Zaqine Çaushi ndahet me vetëm 40 vota nga rivalja e saj brenda partisë. Kështu që nëse Kas vazhdon me këtë precizionin që të quajë të vlefshme
vetëm ato vota ku plusi është brenda kutisë dhe jo kur ka dalë jashtë kutisë, ajo është një diferencë shumë e ngushtë. Zona Çollaku realisht mund ta bëjë, zona Saushi, më falni, mund të ketë realisht risk që të humbas mandatin dhe ta fitojë një socialiste tjetër, por për qarkun Tiranë ku aktualisht jemi duke numëruar, nuk ka ndonjë shenjë që diçka të ndryshojë. Fituesit vazhdojnë të ngelen, ata që kanë dalë nga rezultati i numërimit të parë të bërë nga komisionerët e numërues politik. Mirë, Sirona, të falenderoj për këto detaje që përsojnë në studio, do lidhemi përsëri bashkë sapo të përmbyllet procesi. Të falenderoj të përshëndes, ndërkohë do të vijmë në këto momente me disa